Muaj gusht dhe fillimi shtator sollën zhvillime të rëndësishme në Parkun Arkeologjik të Amantjes, ku zhvilluan element të rinj dhe u realizuan projekte restaurimi mbi monumentet ekzistuese. Gjatë gërmimeve arkeologjike u zbulua muri rrethues i qytetit të poshtëm të Amantjes, një strukturë e panjohur më parë për studiuesit. Sipas arkeologëve, ky mur mendohet të jetë ndërtuar në shekullin e 3 para Krishtit e të jetë shkëtruar në shekullin e 6 pas Krishtit. Ky fortifikim i fuqishëm hedh dritë mbi organizimin urban si dhe publik të qytetit i lirë, duke shtuar një kapitull të ri në historinë e kësaj qendre antike. Krahas gërmimeve janë kryer edhe ndërhyrje restauruese dhe konservuese mbi varet monumentale, si dhe disa monumente të tjera të evidentuara gjatë viteve të fundit, të cilat rrezikoheshin nga agentët klimatik si dhe ngricat dhe shirat. Sipas specialistëve, këto punime janë të domosdoshme për ruajtjen e trashëgimisë arkeologjike, ndërsa zbulimet e reja pasurojnë peizazhin historik të Parkut të Amantjes. Ato sillin të dhëna të reja për jetën e qytetit i lirë, duke e garantuar njëkohësisht që këto vlera të prezantohen për vizitorët e sotëm e të ruhen për brezat e ardhshëm. Zbulimet në Parkun Arkeologjik të Amantjes i ka postuar si një lajm tepër të rëndësishëm edhe vetë kryeministri Edi Rama në profilin e tij zyrtar në rrjetin social Facebook. Rama ndër të tjera për këto gërmime në rrjetin social Facebook shkruan: në Parkun Arkeologjik të Amantjes, arkeologët kanë zbuluar një element të panjohur më parë, murin rrethues të qytetit të poshtëm të Amantjes, i cili mendohet se është ndërtuar në shekullin e 3 para Krishtit dhe shkatruar në shekullin e 6 pas Krishtit. Ky fortifikim i fuqishëm hedh dritë mbi organizimin urbanistik dhe ato publik të qytetit i lirë, duke i shtuar një kapitull të ri historisë së kësaj qendre antike. Ndërkohë, specialistët kanë realizuar dhe një ndërhyrje restauruese të domosdoshme për mbrojtjen e varreve monumentale, si dhe punime të tjera konservuese mbi monumentet e evidentuara gjatë viteve të fundit, duke e pasuruar kështu peizazhin arkeologjik të Parkut Amantja.